Klubi i Karates Asjart nga Gostivari është rikthyer me sukses nga turneu Kupa e Pavarësisë i organizuar në nder të Pavarësisë Kosovës, duke fituar gjithsej 10 medalje. Nga ky turne, i cili mblodhi garues të shumë nga rajoni, drejtuesit e klubit shprehen të kënaqur me paraqitjen e karateistëve. Trajneri Berat Jakupi theksoi se rezultatet janë dëshmi e punës së vazhdueshme dhe përkushtimit të sportistëve. Diku rreth 10 medalje arritëm të marrim në këtë turne, 3 të arta që janë shumë të rëndësishme për klubin e Karates Asjart, por fakti i cili më gëzon mua që fituam shumë medalje në këtë turne është sepse ky turne është organizuar për hir të pavarësisë Kosovës dhe kjo ka një simbolik të veçantë për ne si klub. Fakti i cili po ashtu më gëzoi shumë është sepse tash kemi nxjerrur edhe gjenerata të reja, ku morën pjesë disa garues për herë të parë në gara, në karate, dhe për herë të parë u stolisëm me medalje të artë, është Noriku, janë edhe të tjerët, është po ashtu edhe Miraj, e cila arriti të marrë vendin e dytë, por me një befasi, mund të them lirisht, sepse nuk e kam pritur realisht, dhe ky fakt më gëzon sepse jemi konzistent në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare, ne si klub, po ashtu mos harrojmë edhe konzistencën e Florentit, i cili ka dita ditës duke rritur performancën e tij dhe është duke shkuar, bëhet edhe sportist nivelit evropian dhe botror, i cili mori 2 medalje, po ashtu Jasini, Anuja ka konzistencën e saj që vazhdon të marrë vendet para, po ashtu mos harrojmë edhe Gresën dhe të gjithë të tjerët të cilët arritën në këtë garë të stolisin me medalje dhe prandaj jam edhe shumë i kënaqur nga kjo paraqitje e tyre. Ai shtoi se klubi po tregon konzistencë në rezultate dhe se disa nga garuesit janë në rrugë drejt niveleve europiane dhe botrore, megjithatë theksoi nevojën për përmirësimin e kushteve infrastrukturore. Ajo e cila na mungon për momentin është një hapësirë pak më e madhe në klubin e Karates Asjart, një sallë pak më të madhe, sepse sallën të cilën ushtrojmë, ju edhe vetë e keni parë që është diku rreth 50 metër katror dhe hapësira nuk është e volitshme për të qenë me standarde europiane, po gjithsesi jemi duke u punuar që të përmirësojmë edhe ato kushte, që të mundsojmë këtyre vetrive që edhe pjesën bazë, siç është palestra, ta kenë dhe të vazhdojnë mbështetjen time e kam pa dyshim, dhe besoj që dal nga dal do të ngritemi dhe do të arrijmë këto qëllime, këto synimet tona, dhe shpresoj për një kohë shumë të shkurtër do të kemi edhe rezultate nivelit europian edhe botror. Edhe karateistët e rinj u shprehen të kënaqur me përgatitjet dhe stërvitjet, duke premtuar se do të vazhdojnë të punojnë fort për të sjellë medalje të tjera për klubin dhe qytetin. Turneri ishte shumë mirë, kundërshtarët ishin shumë mirë dhe unë solla me medaljen të dytë. Yarışmada çok iyi geçindim. Çok güzeldi. İkinci oldum. Jam shumë e gëzuar që arrita të fitoj vendin e dytë në turne. E falenderoj trajnerin Berat dhe gjithë shokët e mi që më përkrajnë vazhdimisht. Ishte shumë mirë, po ja se herë e parë që jam të shkuar dhe arrita ta marr çmimin e parë. I falenderoj dhe trajnerit që na ka ushtruar dhe ja arrita ta marr çmimin e parë. Jam shumë i gëzuar. Përshëndetje, unë jam Jasin Kamberi, i kam 14 vjet, ushtroj karate se 5 vjet. Te klubi Asjart, trajneri Berat Jakupi në gara që u majt në Kosovë, unë arrita ta fitoj vendin e dytë në kategorinë minus 70. Unë kisha shumë emocione, para se të dal në gara, por arrita që ta fitoj vendin e tretë. Ajo gara ishte shumë mirë, ishte shumë emocionale. Unë jam 12 vjeçare, shpresoj që të arrij të bëhem kampione. Unë në garat e fundit arrita ta fitoj vendin e parë, kisha 2 lufta, ishin pak të vështira, më unë i fitoj. Shpresoj që përsëri të bëhem kampione shtetit, edhe shpresoj në Ballkanike ta fitoj vendin e parë. Emri në Komando Osmani, e kam 14 vjet dhe ushtroj karate për 1 vjet dhe unë në gara e kam marrë vendin e tretë
dhe kundërshtarja ishte shumë e fortë dhe shpresoj se të arritem të jem kampione. Benim Ajza Abdullajoni, Kia Shëndajam. Unë karate ushtroj gati 4 vjetë. Në kupën e pavarësisë arrita ta fitoj vendin e dytë dhe jam shumë e gëzuar. Unë jam Liz Demiri, kam 13 vjetë, kam ushtruar në karate për 6 muaj dhe kam arrit të marrë vendin e dytë në kupën e pavarësisë së Kosovës. Përshëndetje, jam Gresa Sefuli, jam 12 vjeçare, ushtroj të klubi karates për 6 vite. Trajneri im është Berat Jakupi. Në garën turneu e pavarësisë e fitova vendin e parë. I kisha 3 lufta, të cilën nuk mund të them që kundërshtarët i kisha të dobët, ishin kundërshtar shumë të fortë dhe ju uroj edhe atyve suksese, por edhe gjithë klubit sukses. Ndërkohë, klubi ka paralajmëruar se javën e ardhshme do të marrë pjesë në një turne në Koçan, në shenjë solidarizimi dhe në nder të viktimave të djegura në diskotekën Puls. Kush është më i miri?